Edicioni i 4 i Big Brother VIP Kosova po i afrohet nisjes së tij dhe tashmë interesimi i publikut është në kulm. Ky sezon pritet të jetë ndër më të komentuarit, pasi sipas burimeve mediatike, produksioni ka përzgjedhur një përzierje të fortë personazhesh nga fusha të ndryshme, nga muzika dhe televizioni te rrjetet sociale dhe arti. Lista e përfolur e banorëve që pritet të hyjnë në shtëpinë më të famshme në Kosovë përfshin disa emra të njohur për publikun shqiptar. Nailir Piri, Brikena, Ibrodeli, Toni Getoar, Kushtrim Kelani, Diamant, Mentor Haziri, Alba Pollozhani, Sasa Hoda, Iqbal Huduti, Londrimi, Dolce Dona, Hygerta Sako, Astrid Stafa, Shkurta Haxhiasi dhe Benita Zena. Ndërkaq burimet të tjera shtojnë se edhe emra të tjerë të njohur nga jeta publike, si Linda Rei dhe Bia Kalfia, do të jenë pjesë e këtij edicioni, duke e bërë garën edhe më interesante dhe të paparashikueshme. Spektakli që tashmë ka krijuar një traditë të fortë në vend, pritet të sjellë shumë emocione, surpriza dhe përballje mes personazheve që kanë ndjekës të shumtë në rrjetet sociale. Fansat janë të paduruar për të parë se kush do të bëhet protagonisti kryesor i këtij sezoni të ri të Big Brother VIP Kosova 4. Pjesë e këtij formati këtë sezon do jetë edhe modelja e kanalit të Pist, OnlyFans, Bia Khalifa. Siç mësohet, edhe në këtë sezon do të ketë drama si dhe show të papar. Neve na mbetet të presim deri në fillimin e spektaklit, i cili po pritet me padurim. Sigurisht, në kurreshtje të ndjekësve padyshim që janë edhe banorë që do të hyjnë në këtë format, ku do të na dhurojnë spektakël me dramat e tyre. Burime mediatike bëjnë të ditur se këtë sezon do të futet transgjinoria shqiptare Linda Rei. Ajo është parë në Prishtinë ditë më parë, ku edhe ka ndarë foto nga aeroporti Adem Jashari. Neve na mbetet të presim se çfarë surpriza tjera do të na ofrojë ky format. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.